Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku recetën e përsheshit me mish pule. Në këtë video do të shikoni se si e përgatis unë për familjen time përsheshin me mish pule për rastin e festave të fundvitit. Në video do të shikoni me detaje procesin e përgatitjes së kulaçit, si dhe një nga mënyrat që unë përdor për pjekjen e mishit të pulës. Po e sjell sot këtë recet, ndoshta shumë prej jush kërkoni receta për pjekjen e mishit të pulës, ose ndoshta kërkoni dhe receta për përgatitjen e përsheshit me mish pule dhe mendova se duke qenë se jemi afër festave të fundvitit, ndoshta kjo recet ju hyn në punë. Ndoshta shumë prej jush përsheshin mund ta përgatisni në forma dhe mënyra të tjera, por secila zonë ka karakteristikat e veta, gjithashtu shihet përshtaten edhe sipas shijeve të familjes sonë. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në fillim do t'ju tregoj mënyrën e marinimit të mishit të pulës. Mishin e pulës në këtë rast unë e kam prerë në copa, por nëse doni pulën mund ta lini ashtu siç është, si të keni dëshirë. Unë e kam prerë me copa, e kam vendosur mishin e pulës në një tavë për pjekje. Nëse dëshironi, gjatë kohës që e vendosni pulën në tavë, mund ta pastroni atë edhe nga lëkura. Edhe më pas mund t'i shtoni erëzat që ju preferoni më shumë. Unë në këtë rast, pulën e kam marinuar shumë thjesht, i kam shtuar pak krip në fillim. Krip mund t'i shtoni sipas shijeve tuaja, edhe më pas mishin e pulës e kam marinuar mirë nga të gjitha anët. Gjithashtu mishit të pulës i kam shtuar pak piper të kuq, i kam shtuar pak pluhur hudhër, por mund të përdorni edhe pluhur normale nëse keni dëshirë të grimcuar rimët. Do t'i shtojmë pak piper të zi ose piper të bardhë, pak rigon, edhe në fund fare kam shtuar edhe një lugë gjelle me vaj. Edhe më pas të gjitha copat e mishit të pulës i kam marinuar mirë, duke i marinuar ato me duar në mënyrë që erëzat të përhapen kudo njësoj. Unë nuk i kam shtuar asnjë pikë ujë mishit të pulës, pasi gjatë kohës që mishi piqet lëshon lëngun e vet dhe në këtë mënyrë bëhet akoma edhe më i shishëm. Dhe kur mishin e pulës e keni marinuar me erëzat që dëshironi, tani tavën e mbulojmë me letër për pjekje ose letër alumini, edhe tavën e fusim në furrën e nxehtë. Në këtë rast unë furrën e kam hapur në 220 gradë Celsius dhe e kam lënë pulën që të piqet në këtë mënyrë për të paktën 45 minuta. Pas 45 minutave ja kam hequr letrën për pjekje, letrën që kisha vendosur sipër, dhe kur ta hiqni letrën e pjekjes do të shikoni që në tepsi ka goxha lëng, pasi pula ka lëshuar lëngun e vet. Dhe tani e ulim gradacionin e furrës në 200 gradë Celsius dhe do ta lëm mishin e pulës që të piqet edhe për 40 minuta të tjera në 200 gradë Celsius, ose derisa të shikoni që pula sipër ka marrë ngjyrën e bukur të pjekjes. Sigurisht, nëse do të përdorni pula më të mëdha, atëherë do ta lini më gjatë në furrë, por siguroni që gjatë kohës që e lini në furrë për të pjekur, e lini më gjatë të mbuluar me letër për pjekje në mënyrë që pula sipër të mos digjet. Gjatë kohës që mishi pulës piqet në furrë, ne do të përgatisim edhe kulaçin për përsheshin. Këtë herë për kulaçin kam ndjekur recetën tradicionale që përdoret për përgatitjen e kulaçit. Pra nuk kam përgatitur një kulaç me kozë dhe vezë, por këtë herë kulaçin e kam bërë fare thjesht, vetëm me miell, ujë dhe sodë buke. Në një tas kam shtuar 4 gota e gjysmë me miell. Gota në këtë rast është gotë 180 ml. Më pas tek tasi kam shtuar edhe një lugë çaj me krip, ose krip mund të shtoni sipas shijeve tuaja, dhe kam shtuar edhe një lugë gjelle me baking powder. Unë nuk kisha në shtëpi sodë buke dhe prandaj kam përdorur baking powder për këtë recet, por nëse keni sodë buke, atëherë do të shtoni një lugë çaj me sodë buke. Dhe në fund fare, të gjithë përbërësit i përziej mirë me lugë në mënyrë që të përhapen mirë kudo.
Dhe tani tek tasi do të shtojmë edhe ujin e vakët. Për këtë recetë unë kam përdorur 2 gota me ujë të vakët. Gota është e njëjtë ajo që kam përdorur edhe për miellin, pra gotë 180 ml she. E shtojmë edhe ujin tek tasi dhe gradualisht fillojmë që të punojmë brumin. Brumi në këtë rast nuk na duhet shumë i butë, por as shumë i fortë. Mjafton që të zini një brum që duart të shkëputen lehtësisht nga brumi. Brumi duhet që të punohet mirë, e punoni gjatë për disa minuta me radhë në mënyrë të tillë që kulaçi në fund të na dalë i mirë. Në këtë rast, pra siç u thash, nuk do të përgatisim atë kulaçin tradicional që bëhet me vezë dhe kos, por është ky kulaçi që zakonisht bëhet pak më i fortë dhe që përdoret për përsheshin me mish pule. Edhe pasi brumin e keni punuar për disa minuta, tani brumin e keni gati. Siç e shikoni, brumi nuk është i ngjitshëm në përduar, nuk është as shumë fare i butë dhe as shumë i fortë. Pra është një brum që kur e prek, duart shkëputen kollaj nga brumi. Tani brumin, siç e kemi, do ta vendosim në tepsinë ku do ta pjekim. Tepsinë më parë e lyeni me pak vaj dhe aty do të vendosim edhe kulaçin. Brumin e hapim fare kollaj me duar, e hapim shumë pak në tepsi, duke i dhënë një trashësi as shumë të hollë dhe as shumë të trash, si ta mendoni ju të arsyeshme. Edhe kur brumin e keni hapur aq sa doni në tepsi, tani sipër po të doni mund t'i bëni disa vizime me anë të një piruni. Edhe më pas, kulaçin, siç e keni, mos e lyeni me asnjë gjë sipër, thjesht tepsin do e fusim në furrën e nxehtë në 200 gradë Celsius dhe do e lëm kulaçin që të piqet në furrë për të paktën 1 orë. Kulaçi që të piqet mirë dhe të kullojë siç duhet i do 1 orë për të pjekur. Por gjithsesi kohëzgjatja e pjekjes varet në shumë raste nga furra që ju keni në shtëpinë tuaj, pasi furra ime gjithmonë i pjek gjërat shumë ngadalë dhe në furrën time kulaçi do të paktën 1 orë që të piqet. Nëse keni një furrë që pjek shumë shpejt, atëherë mund ta lini në fillim në 200 gradë Celsius derisa të shikoni që kulaçi sipër ka marrë ngjyrën e kuqe të pjekjes. Edhe më pas mund ta ulni gradacionin e furrës në 180 gradë Celsius dhe ta lini kulaçin që të kullojë brenda. Ndërkohë që kulaçi piqet në furrë, ne do të përgatisim edhe lëngun për përsheshin. Për përgatitjen e lëngut të përsheshit mund të ketë versione nga më të ndryshmet, siç u thash edhe në varësi të krahinave dhe zakoneve tuaja, gjithashtu edhe në varësi të shijeve që ka secila prej familjeve. Unë po ju tregoj në këtë video se si e përgatis unë lëngun për përshesh me mish pule. Le të nisim me recetën. Në një tenxhere kam hedhur pak vaj dhe aty do të shtojmë edhe 1 kokër qepe të grirë imët. Gjithashtu në tenxhere do të shtojmë edhe 2 thelpinj hudhre të prerë imët dhe më pas fillojmë që t'i skuqim së bashku qepën me hudhrat në temperaturë mesatare, duke pasur parasysh që qepët mos na digjen. Duhet vetëm që qepët të fillojnë të zbuten dhe hudhrat të lëshojë aromën e vet në tigan. Gjatë kohës që qepa gatuhet në zjarr, do të shtojmë edhe erëzat. Erëza mund të shtoni sipas shijeve tuaja. Unë po ju tregoj se çfarë erëzash përdor kur përgatis këtë recetë. Në fillim kam shtuar pak pluhur speci. Gjithashtu kam shtuar edhe një lugë çaj me piper të kuq, kam shtuar pak piper të bardhë ose piper të zi, mund të përdorni në këtë rast, kam shtuar një lugë çaj me rigon, një lugë gjysmë çaj me mëndërs ose nenexhik ose nane, siç quhet ndryshe, si dhe krip. Edhe më pas të gjithë përbërësit i trazoj mirë në mënyrë që qepa të mos na digjet. Dal nga dal që qepa është duke u gatuar në zjarr, i shtojmë nga pak ujë në mënyrë që qepa të gatuhet nga dal edhe që qepa të filloj të tretet. I shtojmë gjysmë gote me ujë në fillim dhe e lëm qepën që të gatuhet në zjarr mesatar dhe kur shikoni që uji ka shtruar,
mund t'i shtoni pak ujë tjetër. Në këtë rast do të shtojmë ujë derisa të shikoni që qepa është gatuar mirë, ka filluar të tretet pak, por jo që të tretet komplet. Pra nuk na duhet që në këtë rast qepa të shkrihet fare, por të gatuhet mirë. Unë në total i kam shtuar 1 gotë e gjysmë me ujë, edhe këtë e kam bërë në mënyrë që qepa të gatuhet sa më mirë dhe të fillojë të tretet pak. Dhe kur shikoni që qepa është gatuar ashtu siç duhet dhe ka filluar që të tretet nga pak në tenxhere, kam shtuar edhe 1 gotë me ujë. Edhe ujin e fundit e kam shtuar për ta lënë lëngun që të marrë val. Kur arrini në këtë pikë, do ta lëm lëngun që të marrë val për të paktën 10 minuta ose derisa të shikoni që ka filluar të trashet pak lëngu. Edhe në këtë pikë, lëngun e kemi gati dhe i heqim nga zjarri. Tani edhe mishi i pulës është gati, është pjekur siç duhet. Ta shikoni edhe vetë që edhe ngjyrën sipër e ka shumë të bukur, por edhe shijen e ka fantastike. Mishi i pulës nuk ka dalë fare i thatë, po ka dalë shumë i mirë. Gjithashtu edhe kulaçin e kemi gati. Në fund fare, kur e hiqni nga furra, kulaçin sipër mund ta lyeni me pak ujë dhe mund t'i vendosni një pecet sipër dhe ta lini që të zbutet dhe të ftohet mirë. Duhet që në këtë rast kulaçi të jetë i ftohur mirë kur të përgatisim për sheshin. Ose në rast se nuk ju durohet dhe kulaçin e keni akoma të ngrohtë, sigurohuni të paktën që lëngun që keni përgatitur për përsheshin ta keni të ftohtë. Dhe tani kur të gjithë përbërësit i kemi gati, nuk na ngele gjë tjetër veç se të fillojmë me përgatitjen e përsheshit. Do ta presim kulaçin në pjesë dhe më pas secilën pjesë do ta bëjmë përshesh. Unë preferoj që copat e përsheshit i bëj shumë të vogla, nëse doni mund t'i bëni edhe më të mëdha. Më pas përsheshin që përgatitëm, e hedhim tek lëngu që kemi përgatitur dhe tani e trazoj mirë. Mirë është që kur e hidhni përsheshin tek lëngu, përsheshit të jetë pak i ujshëm, pra të mos jetë fare i thatë. Është mirë të jetë në këtë mënyrë, pasi mua më pëlqen shumë që pasi e bëj këtë proces, më pëlqen që ta vendos edhe për disa minuta të tjera përsheshin në zjarr mesatar. Pra pasi i hedh copat e përsheshit tek lëngu, tani tenxheren e vendos sërish në zjarr mesatar dhe lë të gatuhet për të paktën 5 minuta ose 10 minuta derisa ju ta mendoni të arsyeshme, duke e trazuar her pas here dhe në fund fare përsheshin e heqim dhe e keni gati. Tani nuk na ngele gjë tjetër veç se ta servirim atë sipas dëshirës që ju keni, duke i vendosur sipër edhe mishin e pulës, edhe më besoni që kjo recetë del fantastike. Ne në shtëpi këtë version e pëlqejmë shumë dhe unë prandaj vendosa që këtë recetë ta ndaj edhe me ju, ndoshta doni një ide ndryshe këtë vit se si ta përgatisni përsheshin me gjelin e vitit të ri ose edhe me mishin e pulës. Unë shpresoj shumë që kjo recetë ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abonoheni në kanalin tim,
si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.